Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Çdo grua mbi 40 vjeç duhet të kryejë këto 10 analiza urgjentisht. Shumë njerëz nuk e trajtojnë shëndetin e tyre në mënyrë serioze që ai meriton. Akoma më shumë janë ato që evitojnë takimin me mjekun, si të ishte edhe një sëmundje e keqe. Këto kontrolle mjekësore janë të rëndësishme për çdo moshë, por sipas të dhënave të Brightside, pas të 40-tave, ato bëhen më së të domosdoshme si për meshkujt ashtu dhe për femrat, por për femrat ka një rëndësi më të madhe, pasi trupi mas kësaj moshe kalon edhe në menopauzë. Këto janë kontrollet kryesore që duhet të kryejnë femrat pasi kalojnë të 40-tat. Ato duhet të kontrollojnë edhe problemet e gjirit. Gratë mbi 40 vjeç duhet të kontrollojnë rregullisht gjëndrat e gjirit për të parandaluar sëmundjet e tij. Diagnostifikimi i hershëm i problemeve të gjirit është një zgjidhje përkatëse me shumë përfitime që mund t'ju lehtësojë edhe komplikacionet në të ardhmen. Ju duhet të bëni më shumë mamografi. Mamografia është një instrument i rëndësishëm për diagnostifikimin e problemeve të gjirit dhe për hapjen e problemeve të tij. Çdo grua mbi 40 vjeç duhet ta bëjë atë. Duhet të kontrolloni më shpesh dhe të bëni gjithashtu analizat tuaja të gjakut. Nëse jeni të predispozuar nga diabeti, atëherë duhet të bëni analizat çdo 3 vite. Për fat të mirë, mjafton një analizë urine ose gjaku për të kontrolluar kështu nivelin e glukozës në gjak dhe për të evituar komplikacionet që do t'i vinë në shëndetit tuaj nga neglizhenca e theksuar e tyre. Ju duhet të tregoheni më të kujdesshme në këtë aspekt dhe të kryeni më shpesh analizat e gjakut të glukozës. Duhet të kontrolloni nivelin tuaj të kolesterolit. Sëmundjet e zemrës dhe ishemia janë ndër shkaktarët kryesorë të vdekjes së parakohshme. Sipas informacioneve të Brightside, që nga mosha 20 vjeç, një vajzë duhet të masë nivelin e kolesterolit çdo 4 deri në 6 vite. Pas moshës 45 vjeçare, niveli i kolesterolit duhet të testuar çdo vit, sepse rreziku i sëmundjeve të zemrës bëhet më i lartë me kalimin e viteve. Duhet të bëni kontrolle më të rregullta për tensionin tuaj të gjakut. Shanset që një grua të vuajë nga tensioni i gjakut rriten ndjeshëm pas menopauzës dhe problemet e tij do të jenë më të theksuara në këtë aspekt dhe do të ndikojnë drejt për së drejti edhe në aktivitetet tuaja. Gjithashtu është e rëndësishme që të testoni dhe monitoroni vazhdimisht organizmin. Nëse testimi është më i lartë se 14/9, atëherë duhet të konsultoheni me një mjek me patjetër. Duhet të tregoheni gjithashtu edhe më të kujdesshëm me shenjat që zorët tuaja janë duke shfaqur, pasi pas kësaj moshe rreziku për probleme më të theksuara të zorëve tuaja do të rritet ndjeshëm. Nëse dëshironi të mbroni veten nga problemet të rënda të sistemit të tretjes, siç janë ato të zorëve, duhet të bëni analiza të rregullta përpara se të arrini moshën 50 vjeçare. Rreziku më i lartë i njerëzve, të cilët janë në prekur nga kjo sëmundje, i kalon edhe problemet e menopauzës. Prandaj në këto raste duhet të jeni më të vëmendshme, të kryeni analizat e duhura dhe të siguroni një mbrojtje më efektive për trupin tuaj. Duhet të masni më shpesh dëndësinë kockore. Gratë janë më të rrezikuara nga osteoporoza dhe frakturat e kockave gjatë menopauzës. Kjo ndodh sepse me kalimin e moshës niveli i estrogjenit në trup do të bjerë. Ky hormon luan një rol të rëndësishëm edhe në mbrojtjen e kockave të një gruaje. Për pasojë është e rëndësishme së veçantë që gratë mbi moshën 40 vjeçare të kryejnë analizat e dëndësisë kockore. Duhet të kontrolloni më shpesh lëkurën tuaj. Gratë që ekspozohen më shumë në diell ose kanë një lëkurë të çelët ose një historik familjar, mund të kenë probleme të rënda të lëkurës, të cilat mund t'i rrezikojnë edhe jetën e tyre. Nëse vëreni këto shenja, duhet të shkoni menjëherë tek mjeku përkatës për të bërë analizat e duhura që do të evitojnë çdo komplikacion të mundshëm të organizmit tuaj. Kontrolli i syve. Gratë në moshën preken më shumë nga sindroma e syrit të thatë, glaukoma ose perdja e syrit. Kontrolli i syve është gjithashtu shumë i rëndësishëm pas kësaj moshe. Mos harroni që shumë sëmundje të syve mund të shfaqen pa paralajmërim pas kësaj moshe dhe konsulta me mjekun tuaj përkatës do të jetë një trajtim shumë i mirë. Kontrollet e dentistit duhet të bëhen në një rutinë më të madhe. Një grua duhet të bëjë kontrollet te dentisti më shpesh.
Në këtë mënyrë, dhëmbët e saj do të jenë më të shëndetshëm, do të parandalojë gjithashtu frakturat dhe komplikacionet që e rëndojnë shëndetin e saj. Në këto raste, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj specialist më shpesh. Neglizhenca që trupi juaj mund të krijojë me kalimin e viteve do të rëndojnë gjithashtu edhe shëndetin. Femrat në çdo moshë duhet të paraqiten tek mjeku për të bërë edhe rutinën e kontrollit të tyre. Vetëm kështu do të mbani trupin në formën e duhur dhe do të evitoni komplikacionet me kalimin e viteve. Mendojini vitaminat dhe lëndët ushqyese si një ushtri që mund të luftojnë edhe problemet e lidhura me moshën, sidomos pasi kaloni moshën 40 vjeçare. Nevoja për vitaminat e duhura rrit ndjeshëm dhe efektet e tyre në organizëm do të jenë shpëtimi i jetës suaj. Mënyra më e mirë për të krijuar një ushtri është të ushqeheni me një dietë të pasur dhe të shëndetshme. Është e rëndësishme që ju të ushqeheni mirë, me të gjitha elementët ushqyes të cilat trupi i ka të nevojshme, siç janë vitaminat dhe mineralet dhe lëndët të tjera të cilat ndikojnë në pozitivitetin e trupit. Është e rëndësishme të ushqeheni mirë në çdo moshë, megjithatë pas të 40-tave, është akoma më e rëndësishme që të mendoni edhe rregullin bazë të një ushqyerje të duhur për të evituar kështu komplikacionet që mund t'i kanosen shëndetit tuaj, citojnë ekspertët. Trupi nuk funksionon më në të njëjtën mënyrë si në të 20-tat, por pasi kaloni moshën 40 vjeçare, çdo gjë fillon të bjerë. Prandaj, keni nevojë gjithashtu të mbroheni kundër problemeve të dëmtimit të kockave, në shëndetin më të madh të nyjeve dhe marrjen e vitaminave dhe mineraleve të duhura, që ndikojnë pozitivisht në rritjen e përfitimit të trupit. Ja cilat janë disa nga vitaminat dhe lëndët ushqyese që femrat mas të 40-tave duhet t'i marrin në mënyrë të rregullt. Vitamina B12. Sapo të mbushni moshën 40 vjeç, vitamina B12 duhet të jetë primare. Është e rëndësishme gjithashtu për qarkullimin tuaj të gjakut dhe për përmirësimin e funksioneve të trurit. Mungesa e kësaj vitamine në shëndetin tuaj do të sjellë komplikacione nga më të ndryshmet. Prandaj konsulta me mjekun specialist dhe mungesa e kësaj vitamine do të bëjë një zgjidhje përkatëse. Fëmijët dhe të rinjt mund të marrin vitaminën B12 nga ushqimet. Gjendet kryesisht e produkte shtatëzore siç mund të jetë mishi, peshku, mishi pulës, gjithashtu bulmeti dhe vezët. Me plagjen e trupit, trupi fillon që të vështirësojë absorbimin, sidomos pas të 50-tave, kur nivelet e acideve në trup nuk rriten shëndetshëm. Nëse vëreni këto ndryshime të theksuara në organizmin tuaj, duhet të merrni këtë vitaminë me patjetër, e cila është e një rëndësie të veçantë. Pas moshës 40 vjeçare, një tjetër mineral i cili duhet trupit tuaj është edhe kalciumi. Edhe pse mesohet se kockat absorbojnë në pjesën më të madhe të kalciumit në vitet e para të jetës, kjo lëndë ushqyese luan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e kockave me rritjen e moshës dhe duhet të merren në mënyrë rigoroze në dietën tuaj për të evituar kështu edhe dobësimin e kockave dhe humbjen e masës kockore. Për të përmbyllur, ju duhet kalciumi pas moshës 40 vjeçare. Megjithatë nuk duhet të teproni me të sepse nuk do t'japë përfitime nëse e konsumoni më shumë se sa doza e lejuar. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për femrat pas kësaj moshe është edhe marrja e vitaminës D. Vitamina D është shumë e rëndësishme, sidomos pas moshës 40 vjeç, dhe parandalon gjithashtu edhe lidhjen me moshën. Mungesa e vitaminës D lidhet me diabetin, sëmundjet e zemrës, arteriosklerozën, sëmundjet e shumë fishta të gjirit, të zorrës dhe problemet të cilat lidhen me moshën. Vitamina D gjithashtu është e rëndësishme edhe për absorbimin e kalciumit në trup. Disa nga burimet kryesore ku mund ta merrni këtë vitaminë janë peshku, bulmeti, drithra dhe vezët. Magnezi, omega 3 janë elementet e tjerë ushqyes të cilët nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj dhe duhet të konsultoheni me një mjek specialist se si ta merrni atë në dobi të trupit për të evituar kështu komplikacionet. Është e rëndësishme që të bëni edhe analizat e duhura për të pasur një shëndet më të fortë derisa të jetoni. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.